Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Franca i kujton Maqedonisë së Veriut se hapja e negociatave baret nga ndryshimet kushtetuese. Ambasadori francez në Shkup, Christophe Lerigoler, tha se aktualisht është periudha kur Bashkimi Evropian po tregon gatishmëri të shtuar për zgjerimin dhe se Franca ofron mbështetje për reformat në Maqedoninë e Veriut. Por sipas tij, hapja e klastrave në procesin e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian është e kushtëzuar me ndryshimet kushtetuese. Je crois qu'il y a plusieurs, il y a quelques sujets à distinguer ici. Je commencerai, et c'est logique si j'ose dire, par parler du cluster 1, ce qu'on appelle le cluster des fondamentaux. Pourquoi ce cluster? Parce qu'en fait, c'est celui dans la procédure de négociation par lequel tout va commencer et tout va se terminer. Do të fillojmë me klasterin për vlerat fundamentale dhe është pikërisht ai klaster që do të jetë i pari që do të hapet dhe i fundi që do të mbyllet. Shteti të jeti përgatitur të hap atë klaster pasi të përfundojë etapa qendrore dhe më e rëndësishme që janë ndryshimet kushtetuese, ashtu siç është parashikuar në konizën negociuese të miratuar në vitin 2022, tha ambasadori i Francës në Shkup, Christophe Lerigoler. Komisioni i Venecias kërkon nga zyrtarët në Maqedoninë e Veriut të hartojnë ligje të zbatueshme. Përgjigjja vjen në kuadër të një mendimi këshillues lidhur me përdorimin e gjuhëve të pakicave, duke theksuar disa parime kyçe që burojnë nga standardet europiane dhe ndërkombëtare. Në reagimin zyrtar thuhet se të drejtat gjyqësore të pakicave janë standarde minimale që shtetet mund t'i zgjerojnë, por vetëm nëse sigurojnë zbatimin real në praktikë. Në raport me administratën, përdorimi i gjuhëve të pakicave mund të kushtëzohet nga përqindja e popullsisë, por pragjet shumë të larta mund të pengojnë zbatimin real të këtyre të drejtave, thuhet në raport. Në të gjithashtu thuhet se sa i përket gjyqësorit, standardi minimal është i qartë. Çdo i akuzuar që nuk e kupton gjuhën zyrtare ka të drejtë për përkthim dhe mbrojtje në një gjuhë që e kupton. Ali Ahmeti përmes një letre të hapur ka reaguar ndaj debateve për statusin e gjuhës shqipe, duke theksuar se ajo është e drejtë kushtetuese dhe jo çështje negocimi. Kreu i BDI-s nënvizon se marrëveshja e Ohrit mbetet themeli i shtetit dhe çdo përpjekje për ta vënë në pikpyetje cënon të ardhmen e vendit. Ahmeti paralajmëron se çdo tentativë për të relativizuar apo kufizuar përdorimin e shqipes rrezikon stabilitetin dhe besimin ndërmjet komuniteteve. Ish zëvendës ministre e mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut, Elfete Ismaili denoncon përjashtimin sistematik të shqiptarëve nga strukturat kyçe të Ministrisë së Mbrojtjes dhe përfaqësimit ndërkombëtar të vendit. Në reagimin e saj, Ismaili thekson se zhvillimet e fundit janë thellësisht shqetësuese, duke përmendur si shembull kursin e fundit për oficer. Sipas saj, nga 16 kandidatë të përzgjedhur, asnjë nuk është shqiptar. Krahas saj, edhe në misionet diplomatike ushtarake nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në disa ambasada si në Berlin dhe Ankara, përfaqësues shqiptar janë zëvendësuar me kandidatë të nacionaliteteve të tjera. Ekonomi. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh zyrtarisht shqetësimin për anullimin e korridorit të 8 në segmentin Trebenish-Qaftan që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë. Opozitarja shqiptare paralajmëron qeveritarët se do të mbajnë përgjegjësi. Për anullimin e korridorit të 8 në Strug u shpreh deputeti nga Struga Bekim Qoku, i cili e mbrojti qeverinë duke thënë se fakti që ka arritur kjo rrugë deri këtu është një arritje jashtëzakonshme. Pëson goditja dhe projekti infrastrukturor që lidh Prishtinën me Shkupin. Mediat raportojnë se faza e dytë e rrugës Shkup-Blac me gjatësi prej 12 kilometrash rrezikon të mos ndërtohet si autostradë, por të reduktohet në një rrugë të shpejtë. Sipas informacioneve të siguruara, Ministria e Transportit dhe Lidhje me Maqedonisë së Veriut i ka kërkuar ndërmarrje shtetërore që të përgatisë një analizë për këtë segment, me qëllim vlerësimin nëse ndërtimi si rrugë ekspres do të ishte më i lirë dhe më i arsyeshëm ekonomikisht. Kjo lëvizje nënkupton në praktikë braktisjen e konceptit fillestar për autostradën. Arsyet kryesore për këtë devijim, sipas të njëjtave burime, janë mungesa e mjeteve financiare dhe vlerësimi se përfitimi ekonomik nga kjo rrugë është i kufizuar. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, ngriti shqetësimin se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka kërkuar analizë zyrtare për të ulur projektin e autostradës Shkup-Blac në rrugë ekspres, ndërkohë që tenderi ekzistues për autostradë mbahet pezull. Përmes një postimi në profilin e tij, Osmani informoi dhe për anullimin zyrtarisht të lidhjes Strug-Qaftan me Shqipërinë. Sipas tij, të dy vendime në dy pika kyçe nuk janë rastësi, por veprime të qëllimshme dhe të hapura për shkëputjen e vendit nga Kosova dhe Shqipëria. Për ish-ministrin e jashtë, vendimet e qeverisë së VMRO, DPMNE-s dhe Vlenit janë në përputhje me logjikën e politikave të botës serbe.
Menjëherë ka reaguar dhe zëvendës ministra e transportit mbi zhvillimet më të fundit për korridorin të 8, duke cilësuar atë një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për vendin e rajonin. Sipas saj, punimet janë duke u zhvilluar me progres të dukshëm në të gjithë segmentet ku janë përmbushur kushtet ligjore dhe teknike. Megjithatë, zëvendës ministra Zakolli ka sqaruar se për segmentin Trebeshin Qaftan gjatë fazës së projektimit fillestar nuk ishte kërkuar mendim nga UNESCO përkundër ndjeshmërisë së zonës. Në takimin e fundit ndërmjet ministrit Nikolovski dhe përfaqësuesit e lartë të UNESCO-s janë paraqitur vërejtjet për projektin aktual të cilin qeveria e ka trashëguar. Zëvendës ministria Zakolli Zeqiri ka theksuar se është thelbësore që të mos rrezikohet në asnjë moment statusi që gëzon vendi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut paraqiti rekomandimin e UNESCO-s për rishikimin e projektit Trebenish Qaftan. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski paralajmëroi se nuk mund të rrezikohet përjashtimi nga UNESCO për lëshimet që janë bërë nga projektuesit në kohën e pushtetit të kaluar. E kemi patjetër të përmbajmë rekomandimeve të UNESCO-s që për këtë trase nuk mund të merren vendime të pakthyeshme, tha Aleksandar Nikolovski. Sipas ministrit, këto rekomandime u diskutuan në një takim të autoriteteve me përfaqësuesit e UNESCO-s në Paris për mbrojtjen e statusit të kësaj zone, ndërsa Shqipëria vijon punimet për lidhjen e korridorit të 8 me autostradë drejt vendkalimit kufitar Qaftan. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Seria deklaroi se ndërtimi i autostradës Trebenish Qaftan nuk cënon ambientin natyror as trashëgimin kulturore, por sipas tij është vazhdimsi një politikë bërje që orin ta lidhin me manastirin dhe Prilepin. Qeveria po bën përpjekje për të devijuar korridorin 8 në tendencë që edhe pengoj realizimin dhe devijoj qëllimin edhe idenë e korridorit 8, duke vazhduar që t'ja bashkangjisë edhe këtë segment të autostradave, përsëri korridorit 10 dhe orientimin përsëri të kësaj autostrade geopolitike dhe geostrategjike dhe shtjerave edhe ekonomike drejt linjës Serbi-Greqi. Në këtë mënyrë sipas tij synohet të pezullohet projekti që lidh detin Adriatik me detin e zi, një infrastrukturë strategjike e NATO-s, por dhe e vendit për zhvillimin ekonomik. Bashkimin e detit të zi me detin Adriatik që është interes geopolitik edhe i NATO-s, pjesës së cilës edhe Maqedonia e Veriut është antare e plotfuqishme e saj. Deklaroi Ziadin Selia, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski e poshtë informacionit për devijimin e mundshëm të korridorit të 8, duke siguruar se Struga dhe rajoni përreth nuk do të mbeten jashtë lidhjes me autostradën. Në një dalje publike, Mickoski theksoi se qytetarët e Strugës duhet të jenë të qetë, pasi sipas tij qeveria që ai udhëheq është e përkushtuar për zhvillimin e barabartë të gjithë territorit të vendit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ngriti dhe çështjen e infrastrukturës në anën shqiptare, duke deklaruar se autostrada në Shqipëri nuk është planifikuar tani deri në Qaftan, por do të ndalet disa kilometra më para. Ziadin Selia nga Aleanca për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut i vlerëson të pavërteta pretendimet e kryeministrit Istra Mickoski lidhur me ecurinë e korridorit të 8 në territorin shqiptar. Sipas tij, tentativa për të akuzuar Shqipërinë se autostrada ka mbetur 25 kilometra larg kufirit është një manipulim i radhës, sepse ajo ka qenë një marrëveshje mes dy qeverive për ndërtimin dhe bashkëfinancimin e një tuneli që dhe pikën kufitare do ta zhvendoste në një pozicion më të favorshëm që shkurton dukshëm rrugën dhe mirëmbahet me lehtë. Ziadin Selia akuzon Mickoskin se qeveria aktuale ka shkelur këtë marrëveshje dhe mundohet ta manipulojë. Skandaloze sipas tij është dhe pretendimi i kryeministrit kur thotë se Dibra, Kërçova dhe Struga janë me shumicë absolute maqedonase. Deputeti i koalicionit bashkëqeverisës Vlen, Adnan Azizi, deklaron se nuk do të ketë devijime të projektit të korridorit të 8 nga traseja aktuale. Në intervistë për Klik Plus, Azizi sqaron se pengesa janë vetëm disa procedura teknike që lidhen me UNESCO-n. Ne po punojmë me intensitet të plot dhe kemi më realizime të disa kilometrave të cilët për çdo ditë po hapen në këtë segment të korridorit 8. Ne gjithashtu garantojmë shqiptarëve se edhe trasa e cila duhet të lidh korridorin 8 nga deti i zi deri në Adriatik, respektivisht nga Bullgaria, nëpërmjet Maqedonisë deri në Shqipëri, nuk do të devijohet, veç janë disa procedura teknike që kanë të bëjnë me UNESCO-n, që si gjithë projektet tjera që BDI ka nisë dhe i kalon përgjithësëm për fajin e vet, duke ndarë para vazhdimisht dhe duke mos realizuar, domethënë, as spaku 1 kilometre të atij korridori që është shumë strategjik. Komisioni Rregullator për Energjetik në Maqedoninë e Veriut vendos të ulë çmimin e tregtimit të karburanteve në shitjet me pakicë.
Sipas njoftimit zyrtar për shkak të lëvizjeve në bursat botërore dhe me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve vendas, është marrë vendim për uljen e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës, mesatërisht me 1.41%. Sipas Komisionit Rregullator për Energjetik, ky vendim vjen si rezultat i uljes së kostos së operimit përmes depove, e cila nga 1.7 denar për litër është zbritur në 1.2 denar për litër. Ky hap është ndërmarrë për të amortizuar ndikimin e çmimeve të larta botërore dhe për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me karburante. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.